Zoti kryeprokurori oferua mediave si raportues, ju them që nuk janë media, është raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, zoti kryeprokuror, që e ngre si rrezik thelbësor për shoqërinë dhe ekonominë shqiptare pastrimin e parave, se grupet e krimit organizuar i pastrojnë parat rehat në mes të ditës, në mes të dynjas, pa i hyrë gjëm në këmbë në Shqipëri, duke shkatruar ekonominë shqiptare, duke e çuar euro në nivelin më të ulët të pajustifikuar dhe duke sjellë sfidën më të madhe ekonomike dhe shoqërore për Shqipërinë në këto ndoshta 35 vite. Këtë e thot gjithashtu dhe raporti i financuar nga Gizi dhe Ministria e Jashtme norvegjeze për flukset paligjshme të parave, ku gjen se vetëm në Tiranë në vitet 2016-2019 janë 1.6 miliard euro të investuar në sektorin e ndërtimit të pajustifikuara. Këtë e thot gjithashtu dhe antimafia italiane dhe emisioni investigativ i RAI 3, kur thot që nga 3.7 miliard euro në 4 vitet e fundit të investuara në Tiranë në sektorin e ndërtimit, vetëm 800 milion euro janë të justifikuara se janë paguar dhe kredituar nëpërmjet sektorit bankar. Janë 2.9 miliard euro që shkatrojnë ekonominë shqiptare dhe kullat i kemi këtu në mes të ditës. Pra, çështja është shumë më tepër e nxehtë se sa fakti që ju nuk keni dhëna. Ju thatë që ne praktikisht kemi bërë diçka, unë ju them që praktikisht krimi lulëzon, pastrimi parave lulëzon, ekonomia shkatrohet, shqiptarët ikin, euro po kap nivelet fundit, eksportet shqiptare janë të rënuara, turizmi shqiptar po e pson, bujësia shqiptare nuk është konkurruese nga kjo dhe jo vetëm nga kjo, sepse ju duhet bëni punën tuaj. Nga pyetja e dytë që ka lidhje pikërisht me këtë, si pastrojnë këto para? Ka 10 raste, zoti kryeprokuror, ku raportohet nga media se si të afërmt vëllezër, motra, farefis të njerëzve që kanë precedent penal të dënuar për krim të organizuar, pjesëtar në organizata mafioze, gjenë mënyra për të investuar në pasurit patunëse në Shqipëri. Dhe ju them që ju vërtet s'keni statistika për këtë, ose keni pak statistika, por rastet që ju ndiqnin krahasim vetëm ato që thot media, pa kërkuar ndonjë linjë prioritare direktiv nga ana juaj, janë shumë dhe shumë herë më tepër. Ju falenderoj për faktin ta mbyll këtë. Ju falenderoj për faktin që njohët arrogancën e prokurorit i cili bëri një gest papar duke arrestuar avokatin mbrojtës aty në seancë dhe shpresoj që kjo çështje të jepet drejtim një herë mirë. Faleminderit. Faleminderit zoti Bozdo. Fjalën e ka zoti Arjan Doja. Zoti